Kujdes, ja datat kur duhet të mbani shënim në qershor. Pasi do të ketë ngjarje të rëndësishme qiellore. Qershori erdhi dhe si përherë sjell ndryshime në çdo shenjë të horoskopit. Këto janë datat që duhet të mbash shënim. Pasi do të ketë ngjarje të rëndësishme qiellore. 5 qershor, Afërdita hyn në dem. Afërditat e binjakët dhe sezoni i binjakëve tërheq vëmendjen tënde drejt ëndrave dhe shpresave për të ardhmen. Mund të bësh përparim drejt disa objektivave ose të mësosh për një mundësi të re që të ngjall entuziazëm dhe motivim. Je gati të bëhesh më social dhe duke dalë më shumë dhe takuar njerëz të rinj. Mund të arrish zbulime të rëndësishme dhe lidhje domethënëse. Ke ndikim dhe do të tërheqësh shumë njerëz të rinj, të cilët të ndjekin dhe të vëzhgojnë. Prandaj përdore magnetizmin tënd me zgjuarsi. Do të bëhesh më i dhe e njohur sapo Afërdita të kalojë në dem më 5 qershor. Javët e ardhshme të japin një shkëlqim shtesë dhe njerëzit do të kushtojnë vëmendje. Ky është një moment i mirë për të kërkuar rritje page, për të përparuar drejt një qëllimi personal ose për të hedhur hapin tjetër në një marrëdhënie romantike. 8 qershor, Mërkuri hyn në gafore. Kur Mërkuri të hyjë në gafore, do t'i besosh më shumë intuitës tënde. Ëndrat mund të bëhen më të gjalla gjatë javëve në vazhdim, dhe do ta kesh më të lehtë të dallosh shenjat dhe sinkronizime gjatë ditës. Mund të ndihesh edhe i dhe e mbingarkuar nga angazhimet e përditshme. Kjo do të ndihmojë të ndryshosh zakonet dhe stilin e jetesës, si dhe të vendosësh kufi të nevojshëm për të mbrojtur qetësinë dhe mirëqenien tënde. 9 qershor, Jupiteri hyn në gafore. Jupiteri kalon në gafore më 9 qershor dhe ti mund të fillosh ta marrësh më seriozisht lidhjen tënde me spiritualitetin. Është një kohë e shkëlqyer për t'u lidhur më shumë me zërin tënd të brendshëm. Mund të ndjesh praninë e një udhërfyesi në jetën tënde. Kjo do të të ndihmojë gjithashtu të përballesh me sjellje që s'të bëjnë mirë dhe të shtyjë të bësh zgjedhje të reja. 11 qershor, Hëna e plot në shigjetar. Hëna e plot në shigjetar më 11 qershor të jep arsye për të festuar. Je plot mirënjohje dhe në kontakt me të tashmen. Kjo ngjarje qiellore mund të shënojë një moment emocionues në jetën tënde romantike, ose një projekt krijues po arrin një fazë të re. Nëse ke fëmijë ose kafshë shtëpiake, mund të ndodhë diçka emocionuese në jetën e tyre. 17 qershor, Marsi hyn në Virgjëresh. Mund të ndihesh sikur je vetëm përballë botës kur Marsi në luan të përplaset me Uranin në dem më 15 qershor. Kjo mund të sjellë tension dhe drama në marrëdhëniet e ngushta. Është e vështirë të shmangen përplasjet gjatë kësaj dite. Zgjidh mirë betejat, sepse kufit që vendos mund të kenë pasoja afatgjata. Kjo ngjarje mund të jap guxim për të marrë një rrezik që i trondit të tjerët. 20 qershor, Dielli hyn në gafore, solstici i verës. Dielli hyn në gafore dhe solstici i verës ndodh më 20 qershor, duke të sjellë një moment qartësie. Ke qasje të plot në nëndjen tënde dhe je i dhe gatshëm dhe me të shohësh situata nga këndvështrimet e tjera dhe të pranosh se ndonjëherë ke kontribuar në vuajtjet e tua. Je gati të provosh diçka të re dhe të lësh pas atë që nuk funksionon. 25 qershor, Hëna e re në gafore. Hëna e re në gafore më 25 qershor mund të sjellë mesazhe përmes ëndrave. Kushtoi vëmendje intuitës sepse do të jetë më e fortë se zakonisht. Mund të vendosësh një kufi të ri, të përballesh me një person që të ka sjellë energji negative, ose të ndryshosh një zakon. Mund të jesh në fundin e një cikli, çka mund të sjellë ndjenja më të forta. Jepi vetes kohë për të përpunuar dhe për të kaluar një situatë që po ndodh në jetën tënde tani. 26 qershor, Mërkuri hyn në luan. Do të përqendrohesh më shumë te vetja kur Mërkuri të kalojë në luan më 26 qershor. Mund të kalosh më shumë kohë duke ndjekur objektiva personale ose duke shprehur hapur mendimet e tua. Do të marrësh lajme që të prekin personalisht dhe do të bësh biseda për drejtimin e jetës dhe të ardhmes. Javët e ardhshme janë momenti ideal për të dalë në pah dhe për të ndërmarrë rreziqe. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.